në vetvete, edhe pse qeveria po e paraqit si një lloj sistemi për të pandaluar krimin, sidomos krimin e rrugës, to krimet e adoleshentëve. Në fakt, dhe këtu është frika dhe unë këtu e kam frikën kryesore, unë mendoj që është një lloj sistemi i cili i jep qeverisë një kontroll më të madh mbi qytetarët dhe sidomos mbi kundërshtarët e saj. Sepse Smart City dokumenton çdo lëvizje të automjetit, çdo lëvizje të qytetarit, çdo takim që ai bën, çdo kontakt që ai bën, çdo hyrje dhe dalje në zonat nevralgjike. I bie që ne do të takojmë vetëm Maldajti tani, kur të vish ti herën tjetër, do lëmë një takim, ku diun andaj nga Mali me Gropa. Se aty s'na kapin kamerat e Smart City. Pra, në vetvete. Për çfarë Dubai tani dhe ti e di mirë si funksionon ndoshta ande. Paka shumë e njëjta që do përsëritet edhe këtu. Në Dubai, flamur, policia të vjen me Ferrari dhe Bugatti. Isha kurioz një radhë, lëvizje me shofer nga Ghana, nga Marina e Dubai, pra do shkoja në Burj Khalifa, ajo kulla e famshme, 800 metra. Dhe rruga që shkon nga Marina deri atje, sa është një qytet, po më duket fundi botës, se ka shkret të tjerë dhe det. Dhe ato rrugë të gjera, si Chicago, se Chicago i ka aq të gjerë. Pra, për mua unë kam menduar fillim që Dubai ka imituar Manhattan, ose Miami, po në fakt ka imituar motamon gjë me Chicago. Edhe ato që ka hyrë kanalet brenda i ka fiksi Chicago. Tani, i them atij shoferit, i them jepi pak gas makinës. Kaloj çik, më thot mua shpejtësia deri 130, nuk lëm shumë. Or provoj herë tash unë ta shoh. As 2 minuta erdhi policia me Bugatti. Po polici në Emirate e ka rrogën $20,000 në muaj, as në Amerikë nuk paguhet aq. Pra, ai ka ca standarde të tjera, plus tash i vëreti që shkon i kapa e shqiptarët aty kudo që të fshihesh. Ka marrë retinën e syrit dhe ti nuk ke nga vetë aty. Por ky lloj sistemi që kanë bërë ata nuk është sistem demokratik. Është një sistem që mund të keq përdoret në çdo moment, dhe sidomos për kundërshtarët politik, se ne këtë problem kemi sot të madh.